Qindra udhëheqës global të financave do të mlidhen në Washington këtë javë, secili me një mision të vetëm dhe me një pyetje në mendje, me kë mund të flas për të arritur një marrëveshje tregtare. Mbledhja gjysmëvjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe grupit të Bankës Botërore janë takime të ngjeshura me bisedime shumëpalçe të nivelit të lartë për politikat, por edhe takime kokë më kokë midis ministrave të financave që synojnë të ndërmjetësojnë marrëveshje për gjyra të tilla si financimi i projekteve, investime të huaja në vend dhe për ekonomitë më të varfra lehtësimi i borxhit. Këtë vit në vend të koordinimit të politikave mbi ndryshimet klimatike, inflacionit dhe mbështetjes financiare për luftën në Ukrainë, një çështje do të dominojë tarifat. Më konkretisht, si të dalin nga ose të paktën të minimizojnë dhimbjen nga mbretëria e taksave të larta të importit që ka vendosur administrata Trump. Dhe fokusi mund të jetë kryesisht tek një njeri, sekretari i ri i thesarit i SBA, Scott Bessent, i cili është negociatori kryesor i Trump për marrëveshjet e tarifave dhe mbështetja e të cilit për FMN dhe Bankën Botërore mbetet një pikpyetje. Drejtoresha menaxhuese e FMN-s, Kristalina Georgieva, tha javën e kaluar se parashikimet e rritjes së perspektivës ekonomike botërore do të përfshin ulje të dukshme, por jo recesion, kryesisht për shkak të pasigurisë jashtë parashikimeve dhe paqëndrueshmërisë së tregut të shkaktuar nga trazirat tarifore. Edhe pse Georgieva tha se ekonomia reale e botës vazhdon të funksionojë mirë, ajo paralajmëroi se perceptimet gjithnjë më negative rreth trazirave tregtare dhe shqetësimet rreth recesionit mund të ngadalësojnë aktivitetin ekonomik. Takimet e FMN-s dhe Bankës Botërore së bashku me një takim anësor të udhëheqësve të financave të grupit të 20 kanë rezultuar forume vendimtare për koordinimin e veprimeve të fuqishme politike në kohë krize, të tilla si pandemia COVID-19 dhe kriza financiare globale 2008-2009. Këtë herë me ministrat e tregtisë në radhë të parë, delegacionet do të synojnë të mbështesin së pari ekonomitë e tyre, thonë ekspertët e politikave. Presidenti i Bankës Botërore, banka tha javën e kaluar se ka pasur diskutime konstruktive me administratën Trump, por nuk e dinte nëse vendi do të financonte kontributin prej 4 miliard dollarësh amerikan në fondin e bankës për shtetet më të varfra të botës të premtuar vitin e kaluar nga administrata e ish-presidentit Joe Biden. Banka pritet gjithashtu të zgjerojë këtë javë orientimin e bankës drejt financimit të energjisë, kryesisht nga burimet e rinovueshme, duke përfshirë projekte bërthamore dhe më shumë projekte gazi, një përzierje që përputhet më shumë me prioritetet e Trump.